Sali Berisha u shpreh i kënaqur me mitingun hapës të fushatës elektorale të opozitës. 3 ditë pas takimit në sheshin Nën Tereza, lideri demokrat pohon se pjesëmarrja tregon rritjen e pëlqyeshmërisë, teksa mitingun e tij e quajnë edhe madhështor, ndryshe mendon për ceremoninë e çeljes së fushatës së Partisë Socialiste. Po ju e pat një kontrast i papërshkrueshëm, një kontrast të tillë Tirana nuk e ka njohur as në vitin 92, midis hapjes së Partisë Demokratike dhe asaj ceremonie qesharako parodike të Edi Rams. Nga konferenca për mediat, Berisha sulmoi me emër dhe mbiemër Suel Çelën, i cili sipas tij është vënë në urdhat e Ramës dhe po punon për të nxjerrë deputete Sara Milen, e cila garon në listë hapur me Partinë Socialiste në Elbasan. Se Suel Çela ditën natë po zbaton porosinë e Edi Rams për të zgjedhur deputete një mile. Sara Mile. Dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Terrorizon njerëz, më shpëtoni mua, votoni për Sarën. Çdo vot që do shkojë te kandidatët e caktuar nga Edi Rama do t'u ndëshkojë ju. Gazetarët e pyetën mbi njoftimin e policisë për arrestimin e një 38 vjeçari në Fier, që dyshohet se blinte vota për Partinë Demokratike. Po të garantoj mi për mi, kjo është si rasti i Belerit, kjo janë simulime, sepse është e tëra e organizuar nga Vlora Hysenaj dhe Ardi Veliu, dhe të garantoj që sa po të mësoj emrin e personit që ka marrë pjesë përjashtohet në mënyrë përfundimtare nga Partia Demokratike. Më herët gjatë ditës, lideri i opozitës zhvilloi një takim me shoqatat e personave me aftësi speciale, ku premtoi pagesa për ta, duke nisur që nga minimumi etik dhe se shteti do të përballojë shpenzimet e tyre për të lehtësuar sado pak jetën.